ato të kalojnë në kapet që nuk ishin favorite për të qenë. Polonia, një vend katolik shumë pro-perëndimor, u detyruat ishte në blloku lindor, ndërsa vende që kishin shumë marrëdhënie me Federator Rusës ose vende që ishin le të themi në marrëdhënie të mira me shërbanet e tjera, detyruan të shkputeshin prej tyre, si Rumania, si Jugosllavia të tjera. Sot kjo duket si zgjidhja më e mundshme. Një ndarje e zonave të influencës, ose ajo që quhet në politika ndërkombëtare regionalizimi. Pra, SBA do të ketë hemisferën perëndimore, siç e dimë me veprimet e fundit në Venezuelë, rrëmbimin e presidentit Nicolás Maduro dhe e thënies hapur për presidentin Trump që ata nuk po kërkojnë ndryshim regjimi në Venezuelë, po ata po kërkojnë thjesht vajin e Venezuelës, resurset e Venezuelës, ata kanë për ta përdorur çdo mënyrë për t'i marrë ato, ndërsa në Ukrainë po ndodhet njëjta gjë. Sa të drejtë ke parë arrestimin e Nicola Maduros, Elqen? Si? Sa të drejtë ke parë arrestimin e Nicola Maduros dhe ndërkaq si e sheh edhe vazhdon e marrëdhënieve me SBA-n e Venezuelës? Rregullave ndërkombëtare, shkelje çdo kartë të OKB-s, pavarësisht se nëse Nicolás Maduro është diktator, është autoritar, kriminal me krime të fundit njerëzimit, ai është presidenti legjitim i Venezuelës, i dal nga zgjedhje. Dhe ky veprim, ky lloj operacioni i tipit CIA ose i bazohen në doktrinën Monroe, është jo vetëm një shkelje që është dënuar nga gjithë komuniteti ndërkombëtar, por edhe një tregues i qartë që rregulli ndërkombëtar më nuk funksionon. Në Evropë sot po çarkullon shumë fort një shprehje në të cilën karta ndërkombëtare e të drejtave të njeriut, ligji ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara është thjesht për të dobtit, për vulnerablit, nuk është për të superfuqit. Rusia e theu i mori sanksione, sot vijon ende të vijoj me plan projekti në objektivat e saj. SBA po e thyen gjithashtu, le të kujtojmë që SBA e ka thyer gjithmonë, po ka përdorur pretendime të ndryshme, si për shembull demokracia, të drejtat e njeriut. Në këtë kontekst, Hondurasi, Panamaja, Kuba, Vietnami, Afganistani, Iraku, Libia, të gjitha këto dështime totale të SBA-s në anën ushtarake, luftra të stërgjatura, miliarda të hedhura dhe me qindra mijëra viktima, ka treguar që ligji ndërkombëtar nuk funksionon. Dhe evropianët sot vetë ndodhen përballë kësaj situate, ku Trumpi ka bërë që dy objektivat e tjera janë Kuba, për të cilës një Rubio është vetë kubanes, pjesëtar Marco Rubio është vetë kubanes në origjinë, brezi të dytë kubanezë në SBA, e ka bërë diçka që Kuba ka përqen pas Venezuelës dhe së bashku me Kolumbinë, dhe së treti është Grenlanda. Pra, sot Evropa, për shkak të neglizhencës së saj kundër SBA-s, për shkak të faktit që ne evropianët, edhe shqiptarët vetë, janë kaq ideologjikisht për shkak në Shqipëri Woodrow Wilson, konferenca e paqes e tjerë, okej, dodhi, kemi bërë pjesën tonë, por kjo nuk duhet të vazhdojë pafundësisht, të jetë një mirënje e pafundme dhe mbyllje sysh, pasi nesër të ke për të qenë ti. Dhe kjo po tregohet, nëse ti mbyllet syt para asaj që Amerika bën në Amerikën Latine, në Vietnam, në Irak, në Afganistan, në Libi, dhe sot kur amerikanët janë për të hyrë në Groenland, kush do të ka përthënë që ata këto vazhdojnë në tej? Çfarë do të ndalonte amerikanët ta bënin luftën e dy botërore që të hynin në Island, pasi zona jonë e sigurisë. Për të nëse ata pushtojnë Kanadan, që ata kanë bërë që ne do ta kemi Kanada si shteti 51. Çka ka për të ndodhur? Dhe ata sot Evropa po mblidhet dhe thotë ose po i turpenton faktin që ne do të dakordcojmë, ne do marrim kemi për të marrë masa. Dhe asnjë mas nuk ka për të marrë, ne të gjithë e dimë çfarë ka për të ndodhur. Nëse amerikanët shkelin në Groenland, kanë për të çuar një flamur dhe ka për të qenë fundi i historisë. Ndërsa çfarë po ndodh në këtë kontekst? Pra, siç e thash, kjo thyerje e vazhdueshme me ligjin ndërkombëtar, kjo vjesë e injorimit të çdo norme ndërkombëtare, me thënë që ligji supozohet të rregullojë gjërat, jo të përkeqësojë gjërat, dhe kthimi i interpretimit ligjeve se si është dëshira jon, po sjell atë që siç e thash, regionalizimi ka përqenë vetë një zgjidhje për të mos shkuar në një luftë botërore. Tret, e cila ka përqenë fatale, ne gjithë e dimë. Pra, Amerika e ka bërë që hemisfera perëndimore, Amerika e Veriut, Amerika Qendrore dhe Amerika e Jugut janë zonë e saj, dhe ajo ka për të vendosur për to në çdo lloj mënyre dhe ka për të mbrojtur në çdo lloj mënyre kundër faktorëve të saj. Rusia ka bërë po ashtu të qartë që ish Bashkimi Sovjetik pa Republikat Balltike,
me Azinë Qendrore, Kaukazin, Ukrainën dhe Bielorusin është zonë e saj, dhe ata nuk do të lejojnë as edhe një ndërhyrje në këtë zonë, të përdorin dhe forcën, si rasti e raketave arjeshnik. Në Kina njëkohësisht duke bërë të një gjë, India njëkohësisht duke bërë të një gjë, mbi Oqeanin Indian dhe botën hinduse. Kina me Tajvanin edhe gjithë perandorin kineze, me thënë flasin për zonë siç janë Tibeti, siç është Mongolia, Korea e Veriut, që ka qenë pjesë e zonës influencuese të Kinës. Dhe së fundit dhe Korea e Jugut po afrohet shumë me Kinën. Duke parë situata mund të eskalojë në një drejtim shumë të pakëndshëm për ta. Pra gjitha këto i japin edhe zgjidhjen e vetme që ne sot mund të kemi. Pra regionalizimi, një konferencë paqe e cila ka përndarë sërish me zonat të influencës, ose për të treguar, për ta thënë më shqip gjën, ne do të kalojmë sërish me shumë mundësi në luftë të ftohtë, ku kemi për të ndarë sërish në kampe dhe ne jemi ndarë në kampe. Kampet autoritare, regjimet anarkike, juntat ushtarake në botën jugore, që ne i quajmë Afrika, Amerika Latine, regjimet konservativo, iliberale të demokracisë në Evropën, në Euroazi dhe Azinë Veriglindore, ose në Azinë Juglindore. Pra kjo është një lloj ndarje. Dhe aktualisht në Evropë dhe në çështjet akademike, kjo shikohet se vetëm një zgjidhje për të rritur një nivel stabiliteti. I këndshëm i pakëndshëm, duhet sot të pranohet që bota globaliste ka dështuar, regjimi ose le të themi politikat liberalo sociale, pro-perëndimore të tjerë integruese kanë dështuar, njerëzit janë të pakënaqur, po kalon në katastrofë gjithçka, dhe vetëm ajo që duket se duhet ta kthejë gjën ose që po e mban gjën në vit, është një regionalizim, krijimi i bllloqeve dhe i zonave të influencës, se secili është i lumtur. Në anën tonë bëjnë çfarë të duan, në anën tjetër ata bëjnë çfarë të duan. Dhe këtë është ajo që dhe Rusia dhe Amerika po kërkojnë sot. Mos ndërhyni dhe ne do të ndërhyjmë. E qartë. Elian Osmir, pyetja e fundit, shkurtimisht të lutem, një koment për deklaratën e presidentit të SBA-s Donald Trump, i cili ka deklaruar se pushteti i tij është i kufizuar vetëm nga morali i tij, duke lënë më një ankth ligjin ndërkombëtar, por ndërkaq edhe kufizime të tjera në aftësinë e tij për të përdorur këtu forcën ushtarake për të goditur, pushtuar ose detyruar shtetet të ndjekin urdhrat e tij në të gjithë botën. Presidenti Trump e ka bërë të qartë që atij nuk i intereson ligjit ndërkombëtar. Si dhe profesor John Mearsheimer ka thënë së fundi në një intervistë, presidenti Trump nuk i intereson as ligji ndërkombëtar, as drejta ndërkombëtare. Për atë Amerika është e para. Mirëqenia e Amerikës, integriteti i Amerikës dhe prestigji i Amerikës është vini i pari në çdo lloj konteksti. Ndërsa për ligjin ndërkombëtar ka qenë gjithmonë. Dhe kjo nuk është diçka siç ata që ne do të çuditemi këtu ose të tregojmë sikur po ndodh diçka e jashtëzakonshme. Ne të kujtojmë sërish me atë që unë e përmenda. Amerika e ka thyer historikisht ligjin ndërkombëtar në Vietnam, në luftën e Indonezisë,